Tung, sot apet me arsimin, apet me restoranin Anda. Do me bo një salat me patate të zime. Një salat shumë thjesht, modeste, shumë të shpejt, shumë të shishme. Kështu që na duhen patatet, pak domatino, qep treja. Qa to do të me ble? Mishi, ble, shko, goto. Patate zirmë, 2 qirova, këto i lash pa qiru, se bëha kina dorë ma vonë, sardele, konzervume, domatino, qepuj, qep treja, pak magdanoz, vaj ulliri, vaj të hudrës, edhe me fillu. Patatën e grim, parafërsisht, qëtë masë jo shumë të vogla, po më varet edhe pej dëshirës. Një të bëha dikush ka qef ma timta, dikush ma trash, kështu që aja nuk është fort me rëndësi e me gri. Edhe qështu. Dhe pas kujdes se ti ka të shumë të mreta qënë poshtë. Sardelen. Vajnë e sardeles, qështu. Do gjete qepës njom. Sa ma mirë është. Shtu. Se dëshirojmë ala për qepe që e kemë hazër shtu. Ja qesëm a për kësaj. Po nëse jo, ja qesëm qep të kuqe. Që mi janë ndryshu pak ngjyrën, është me amël, edhe është me shishme. Qështu, jo shumë tim. Kubzat vogla, ma mjaftoj qëto. Pak magdanoz. Mos të harroj magdanozin. Qëto. Vajnë e ullirit. Kjo është tufull. Bagi si mirë. Krypën më të harrojmë. Edhe pak. Biberin. Një salat shumë e shpejt, shumë e shishme.
Allah, edhe pak kalori nuk është. Edhe tash qezëm pak ufull të bardhë. Mundësisht me mujt me gjetë ufull të mollës. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Mundësisht edhe ufull të mollës pak, bravo. Edhe tash na këto po e përzim. Bukuri. Bravo. Unë e bona të më dhëmë 3-4 komponente, jo shumë, jo ngarkume. Kjo mundet me bo edhe me shumë shtesa tjera. Mundet me shtu edhe ulleks. Kësaj radhe dojna me shtu edhe pak ulle. Në mujna me shtu edhe ulle, tash ullet ose i premt në qëto pjesë, ose veç për gjys, ose komplet që shtu i qesëm. Nuk është më rëndësi se qysh e pret. është më rëndësia ashtu që ty takon edhe që ti ki qef. Nuk do me thonë që do të me konë një bullin i gjelbet, më me konë i zi, më të me qenë i kaftë, më thonë. Kësaj mu i me qitë edhe djapë, mu i me qitë edhe këpurdha, po këpurdha të fërgume të ftofën. Do me thonë, këtë qa ki përdorë kësaj mu është me qitë. Mu i me qitë edhe pak vaj hodrë që sa mja dhonë një aromë ashtu pak si në të letë, si në të hodrës. Dikush e ka marak, dikush se ka marak, aje që shëneshme është veç dhe i që aty. Kështu që qëto e kemë gati, edhe vetëm me qitë në pjatë, patatja e pitë shumë i ndyrën. Kështu që nëse i duket që, se i kine qitë 3-4 lukë. E nuk ka duke që është balë, bilen ashta, për një moment mendova që qita tepër. Mi për të kjo kur mos mendoni që është tepër veç nësë i qelë me të vërteti qka jashtë mase. Sepse patatja gjithmonë e pinë ndyrën, gjithmonë e pinë, sidomos vajt e që qenë pa parafinum. Pra pjesësim edhe pak vaj ulli, se i patë pare sa i qëtëm, po përshë që e ka thirë pak, është bo me thatë, me atërën, kështu që na po kërkojnë që këtë jetë me e langshme. Që kjo është që ajo. Salate patateve me sardele, pak olle, pak domatino, një fletë salate, shpejt, e shishme, që me sa edhe ngishme. I boh mirë.